Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Shkoni shpesh për të urinuar jasi të shpëtoni nga ky siklet një herë e mirë. Një person me një fshikës tepër aktive e njeh mirë ndjenjën e panikut apo të nevojës urgjente për të shkuar në tualet. Ndonjëherë kjo thirrje është aq e madhe sa një person ka një humbje të pavullnetshme të urinës. Herë të tjera, një fshikës e mbushur gjithashtu është një pengesë për gjumin e një personi ose jetën e tij të përditshme. Sipas Fondacionit Zyrtar të Shoqatës Urologjike Amerikane, afro 33 milion amerikan vuajnë nga fshikësa tepër aktive. Klinika Mayo njeh stresin psikologjik i cili mund të vijë nga një fshikës tepër aktive. Ju mund të ndjeheni të zënë ngushtë dhe të zgjidhni që të izoloni veten tuaj. Ne jemi këtu për të thënë që nuk ka nevojë të turpëroheni. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se ekzistojnë disa truke dhe mënyra të cilat ju mund t'i bëni në shtëpi për të shpëtuar një herë e mirë nga ky problem kaq i bezdisshëm. Bukë thekre. Zorret e lumtura po ashtu të çojnë në një fshikës të lumtur. Përmirësoni funksionin tuaj të zorrëve duke konsumuar rregullisht ushqime të larta me fibra dhe njëkohësisht duhet të përfshini në dietën tuaj ushqime si për shembull buka e thekrës dhe gruri. Healthline ju rekomandon që ju të konsumoni fruta sa më të freskëta, drithra dhe njëkohësisht fasule. Sipas ekspertëve, duhet të dini që ju rekomandohet të konsumoni edhe fara kungulli. Disa njerëz i kanë përdorur farat e kungullit për trajtimin e problemeve urinare. Mirë po, ato mund të trajtojnë edhe problemet me një fshikës e cila është tepër aktive. Sipas informacioneve, farat e kungullit funksionojnë sepse ato rrisin prodhimin e testosteronit, i cili gjithashtu do të forcojë dhe muskujt tuaj të legenit. Ndërkohë, nga ana tjetër, duhet që të konsumoni banane. Sipas informacioneve, ushqime të cilat janë të pasura me magnez të lartë si për shembull banane dhe njëkohësisht misër dhe patate mund të ndihmojnë gjithashtu në reduktimin e spazmave të muskujve. Mirëpo gjithashtu, magnezi është i rëndësishëm edhe në inkurajimin e fshikësës tuaj që ajo të zbrazet rregullisht, plotësisht dhe kështu ju do të parandaloni urinimin e shpeshtë. Qumshti. Vitamina D e cila gjendet po ashtu në qumësht, peshk dhe vezë zvogëlon në rrezikun e mosmbajtjes ose rrjedhjes së urinës. Kjo është veçanërisht e vërtetë sidomos për gratë. Ndërkohë, duhet të konsumoni arrat. Arrat janë një aminoacid i cili prodhon oksid nitrik, përbërës i cili është mjaft i rëndësishëm në mbajtjen e traktit urinar të shëndetshëm. Po ashtu, duhet të keni parasysh se urinimi i shpeshtë gjatë natës është një shenjë e cila nuk duhet neglizhuar kurrësi. Në rastin kur nevoja për të urinuar ju nxjerr gjumin, duhet trajtuar me patjetër pasi është një shenjë e cila nuk duhet injoruar. Madje edhe ngjyra e urinës tuaj do të thotë shumë për shëndetin. Rreth 1/3 të rritur në moshën 30 vjeç thonë se ngrihen gjatë natës për të urinuar, dhe kjo më pas rritet në 2/3 e të rriturve mbi moshën 65 vjeçare. Gjendja quhet nokturja dhe ata që vuajnë nga kjo shpesh do të duhet që të përdorin tualetin sa më shpesh që të jetë mundur, të paktën më shumë se një herë në natë. Nuk është vetëm shqetësimi se duhet të çohesh me patjetër nga shtrati,
por gjumi i ndërprer njëkohësisht lidhet edhe me shumë rreziqe shëndetësore, si për shembull rrit rrezikun e diabetit, sistemin e dobët imunitar, sëmundjet e zemrës dhe madje disa sëmundje të këqija. Gjithashtu mundet që të shkaktoj edhe probleme të zemrës dhe madje mund të shkaktoj probleme të shëndetit mendor të tilla si ankthi, depresioni dhe njëkohësisht psikoza. Flet eksperti, profesori urologjist Philip Van, i cili paralajmëron njerëzit që të shikojnë për shenjat e dukshme të nokturjas dhe të mos e injorojnë atë për hir të shëndetit. Ai thotë se njerëzit mendojnë se ngritja gjatë natës për të shkuar në tualet është pjesë e rritjes, por në fakt nuk duhet të jetë kështu. Gjumi i dobët mundet që të dëmtojë seriozisht shëndetin tuaj, kështu që njerëzit të cilët ngrihen disa herë gjatë natës, sidomos për të urinuar, duhet të shkojnë me patjetër tek mjeku për të parë se çfarë po e shkakton atë. Lajmi i mirë është se nokturja mund të trajtohet, kështu që ju nuk keni nevojë të vuani në heshtje. Një gjumë nate i ndërprer mund të ketë një ndikim serioz tek shëndeti dhe njëkohësisht tek shëndeti fizik dhe tek ai mendor. Produktiviteti, marrëdhëniet dhe suksesi i karrierës mund të ndikojnë. Redaktori i Qendrës Kërkimore për Nokturjan tha se mungesa e gjumit gjithashtu mund të ndikojë në të gjitha format e funksionimit, po ashtu ata e bëjnë më të vështirë që ti të përqendrohesh, të kujtosh gjëra dhe të marrësh aftësi ose fakte të reja. Jo vetëm që mungesa e gjumit mund të shkaktojë sëmundje, urinimi gjatë natës mund të jetë gjithashtu një shenjë e tyre. Nokturja mund të shkaktohet nga një mbiprodhim i urinës, që mund të jetë një simptom për kushte edhe më serioze. Urinimi i tepruar i quajtur poliuria është kur ju shkarkoni më shumë se 2.5 litra në ditë. Kjo mund të ndodhë sepse jeni duke pirë sasi të mëdha ujë dhe të lëngjeve, ose mund të jetë edhe simptom e diçkaje shumë më serioze. Si për shembull, këtu mund të përmendim diabetin e tipit 2. Ajo gjithashtu mund të jetë edhe shenjë e infeksionit të fshikëzës, gurëve në veshka, dështimit të veshkave dhe të prostatës të zgjeruar tek meshkujt. Sëmundjet. Një person i cili ka diabet të tipit 2 ka më shumë sheqer në gjakun e vet dhe veshkat reagojnë ndaj kësaj duke e nxjerrë atë jashtë trupit nëpërmjet të gjakut dhe në urinë, gjë e cila rezulton në nevojën për të urinuar shumë herë më shpesh. Në një mënyrë të ngjashme, nëse ju keni probleme me veshkat tuaja, atëherë me patjetër duhet që t'i trajtoni ato sa më parë, pasi urinimi i shpeshtë është një shenjë e cila paralajmëron këtë problem. Nëse mendoni se po urinoni më shpesh se çfarë duhet dhe se çfarë është normale, shkoni menjëherë tek mjeku juaj për të kuptuar se çfarë po ndodh. Nëse filloni dhe të vuani nga dhimbja e shpinës, humbja e peshës, dërsitja gjatë natës, dobësia e këmbëve ose ethet, ju duhet me patjetër që të takoheni me mjekun tuaj. Sa më shpejt, aq edhe më mirë për ju. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.